Pas 48 orësh gjithçka ndryshon. Universi po përgatit një bekim për 5 shenja. Në qiell po ndodh një ndryshim i madh energjik, një rreshtim i rrallë që po e përzien dritën me errësirën. Universi po përgatit një shpërblim për ata që nuk u dorëzuan, edhe kur gjithçka dukej e humbur. Pas 48 orësh, porta e fatit hapet për 5 shenja të zgjedhura, dhe ajo që do ndodh do i lër pa fjalë. Kjo është një javë ku sinjalet janë të forta, ëndrat të qarta, dhe intuita bëhet busull. Nëse ndjen një dridhje brenda shpirtit, ndoshta je një nga ata që universi po i përgatit për bekim. Gaforja. Gafore, kjo periudhë është si një frymëmarrje e re pas lodhjes që ke ndier kohët e fundit. Universi të ka parë duke duruar, duke dhënë dashuri edhe kurse merrje. Kjo javë do të sjellë lajme që ndryshojnë ritmin e ditëve të tua. Një mundësi profesionale ose një vendim i papritur mund të hapë një derë që se kishe menduar. Mos u tërhiq nga frika, sepse çdo hap që bën tani është i bekuar. Në dashuri, dikush që se prisje mund të afrohet me fjalë që të zbutin shpirtin. Në anën financiare, një pagesë ose mbështetje do të vijë në momentin e duhur. Është koha të besosh tek ajo që nuk e sheh, por e ndjen. Mesazhi për ty. Mos dysho më, ajo që ke pritur po vjen drejt teje. Luani. Kjo periudhë ndes zjarrin e brendshëm të luanit. Pas një kohë pasigurie, por i kthehesh me forcë dhe vendosmëri. Në punë mund të vijë një lajm që lidhet me avancim ose propozim që do të vendosë në qendër. Mos ki frikë të pranosh rolin e liderit, je gati. Në dashuri, ndjenjat thellohen dhe dikush që të ka nënvlerësuar më parë, tani e kupton vlerën tënde. Në aspektin financiar, një investim i vogël që ke bërë mund të sjellë fitime të papritura. Gjithçka po rreshtohet në favorin tënd, por duhet të tregosh durim edhe për disa ditë. Mesazhi për ty. Fuqia jote s'ka nevojë të dëshmohet, ajo ndriçon vetë. Peshqit. Energjitë e reja po të afrohen, peshk. Një frymë e thellë shpirtërore po të ndihmon të largosh ngarkesën që ke mbartur prej kohësh. Në punë, një projekt që ishte bllokuar fillon të lëviz, fal dikujt që beson tek ti në dashuri, vjen një qartësi e madhe, dikush do të tregojë ndjenjat pa më dyshje. Mos u çudit nëse universi të sjell përballë një shpirt të vjetër me një mesazh që se prisje. Në aspektin financiar, ndryshimi është në rrugë, kujdes me shpenzimet, por mos refuzo ndihmën që të ofrohet. Mesazhi për ty. Kur dorëzohesh te rrjedha e universit, çdo gjë vjen në kohën e duhur. Demi, një valë e re stabiliteti po hyn në jetën tënde. Kjo periudhë do të tregojë se durimi yt ka pasur kuptim. Në punë, një ofertë ose mundësi e re do të ndihmojë të ecësh më shpejt drejt qëllimeve të tua. Në dashuri, ndjenjat bëhen më të sigurta, dikush e pranon se nuk mund të harrojë. Nëse je single, një takim i papritur mund të zgjojë emocionet e fjetura. Në anën e financave, paratë fillojnë të qarkullojnë sërish dhe një lajm i mirë financiar vjen pas datës 10. Mesazhi për ty. Mos haro, gjërat më të qëndrueshme lindin ngadalë, por zgjasin përgjithmonë. Peshorja. Kjo është një javë ku gjithçka lidhet me zgjedhjet. Peshore, universi po të teston për të parë nëse ditë ndjekësh zemrën apo frikën. Në punë mund të marrësh një vendim të rëndësishëm që ndryshon drejtimin e rrugës tënde. Një mundësi e re po vjen, por kërkon guxim. Në dashuri, situatat e paqarta marrin kthes. Një bisedë që e ke shtyr prej kohësh mund të hapë rrugën për shërim emocional. Financiarisht, mos u shqetëso, një ndihmë vjen pikërisht kur e ke më shumë nevojë. Mesazhi për ty. Kur mbyllet një derë, universi hap një portë të artë për ata që kanë besim. Kjo periudhë është momenti që të çon drejt një realiteti të ri. Nëse e ndjen se po ndodh diçka ndryshe, mos e moho, është energjia e transformimit që po lëviz drejt teje. Mos u ndal tani, sepse ajo që universi ka përgatitur
është shumë më e madhe se çdo gjë që ke imagjinuar. Shkruaj në komente. Jam gati për bekimin tim. Jepi like, abonohu dhe shpërndaje këtë video që ta dëgjojnë edhe ata që kanë nevojë për dritë dhe shpresë.